Surprizat e motit për ditën e sotme, ja çfarë pritet të ndodh me temperaturat. Për ditën e sotme, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me masë ajrore të thata me origjinë jugperëndimore. Moti pritet të jetë me kthjellime dhe me kozgjatje të orëve me diell si dhe vranësira mesatare në orët e mesditës. Era pritet të fryjë me drejtim juglindje me shpejtësi nga 1 në 6 metër në sekond për gjatë. Vijës bregdetare Lugina era fiton shpejtësi nga 8 në 10 metër në sekond, duke u shoqëruar me dagëzim në det të forcës 1 ball. Në zonat malore 6 deri 20 gradë Celsius. Në zonat e ulta temperaturat janë 8 deri 28 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare nga 9 në 27 gradë Celsius.